Në kuadër të ditës së Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasada e SBA-s në Tiranë organizoi një aktivitet të posaçëm për të promovuar vlerat themelore të demokracisë amerikane, me fokus të veçantë në lirinë e shprehjes dhe rolin e shtypit të lirë. Ju jeni sytë dhe veshët e popullit, mesazhi për gazetarët shqiptar duke nënvizuar rolin thelbësor të medias për të mbajtur institucionet nën përgjegjësi dhe për të mbrojtur vlerat demokratike. Është dita e Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, e themeluar nga Kongresi në vitin 1956 për të nxitur të gjithë amerikanët të mësojnë më shumë rreth kushtetutës së tyre. Në prag të kësaj dite, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës organizoi një diskutim midis gazetarëve shqiptar dhe reporteres politike amerikane, fituese e çmimit Emmy, Lori Gehr, rreth të drejtës së amendamentit të parë për lirinë e shprehjes dhe shtypin e lirë. Ju jeni sytë dhe veshët e popullit, ju kujtoi Gehr gazetarëve përgjegjësinë e medias për të vendosur qeverinë përballë përgjegjësisë ndaj vullnetit të popullit, shkruan ambasada.